Ju njohim me përmbledhjen javore të lajmeve. Kjo është Radio 7. Studentë Maqedonisë së Veriut protestuan për të garantuar të drejtën e tyre për të dhënë provimin e gjuhës shqipe në degën e jurisprudencës. Me flamuj kombëtar shqiptar dhe pankartë në duar, ata u mblodhën tek ura e Gurit në Shkup. Kërkesa e tyre është që gjuha shqipe amtare të respektohet sipas ligjit. Protestës ju bashkangjiten dhe studentë nga Tirana dhe Prishtina. Ndonse grupi nga Shqipëria dhe Kosova hasin në vonesa të shumta për shkak të bllokimit në pikat kufitare, ata sërish arritën të bashkangjiten protestës. Nga ura e Gurit, marshi vazhdoi përmes sheshit qendror të kryeqytetit për të arritur përpara Ministrisë së Drejtësisë. Organizatorët kërkuan nga krerët e ekzekutivit u bën thirrje që ta aprovojnë kërkesat e studentëve dhe të zbatojnë gjuhën shqipe. Njëri nga organizatorët e protestës, Peblan Ademi, në fjalën e tij përpara protestuesve, tha se e drejta për gjuhën shqipe nuk është privilegj, por siç thoi, e drejtë e fituar me marrëveshjen e orit. Ne jemi këtu për dinjitet, barazi, respekt, sepse barazia nuk është negociat, barazia është standard. Kolegë të dashur, edhe fëmijët tanë të na presin se ku ishim, dhe ne do u përgjigjemi. Ishim këtu, në shesh, në Shkup. Ministri i Ekonomisë nga koalicioni i Vlen, Besar Dyrmishi, në një deklaratë për mediat pas protestës së studentëve premtoi se shumë shpejt provimi i jurisprudencës do të jepet në shqip. Krahas asaj, ai deklaroi se përfitues do të jenë jo vetëm studentët e jurisprudencës, por të gjitha fakulteteve të tjera. Ju kërkohet që provimi i jurisprudencës të bëhet shqip, ne po i bëjmë shqip të gjitha provimet profesionale. Për këtë sot në qeveri u zhvillua një takim mes kryeministrit dhe kryetarëve të Vlenit. Prandaj ne me shumë siguri ju themi, provimet shumë shpejt do të jenë edhe në shqip. Shqiptarët nuk janë naiv, ata e shohin shumë qartë se pas kësaj zhurme nuk qëndron halli i studentit, por halli i pushtetit të humbur. Deklaroi ministri Besar Dyrmishi. Bashkryetari i koalicionit Vlen, Izet Mexhiti, i deklaratë për Euronews, pranoi se ka një marrëveshje me kryeministrin e Maqedonisë së Veriut, Istra Mickovski, për gjuhën shqipe. Sipas Mexhitit, çështja e gjuhës shqipe do të rregullohet për 3 muaj. Po çelë tjetër afat 3 mujor. Nëse e ka procedurë, do të bëhet propozim ndryshim ligji, do të kalojë në qeveri, do të kalojë në parlament dhe procedura tjera, po ne kemi tejkalu kërkesat që ato kanë kërkuar për jurisprudencën, ne kemi përfshirë të gjitha dikasteret dhe të gjitha sferat ku ka të bëjë me provimet profesionale dhe me licencat. Kjo është ajo që duhet të elaboroj. Kryetari i Komitetit për Marrëdhënie ndërmjet bashkësive, deputeti nga radhët e Vlenit, Adnan Azizi, u bashkangjit thirrjeve të zyrtarëve që premtojnë se provimi i jurisprudencës do të mbahet edhe në gjuhën shqipe. U konfirmoj se unë si kryetari i Komitetit për Marrëdhënie mes bashkësive gjatë javës do të thras seancë të komitetit në Kuvend, ku debatin do ta zhvendosim nga rruga në institucion aty ku zgjidhen problemet. Dhe aty do të thras përfaqësues të studentëve. Forca më e madhe e qeverisë maqedonase pretendon se qeveria po kërkon zgjidhje të qëndrueshme ligjore në lidhje me provimin e jurisprudencës në gjuhën shqipe. Deputeti VMRO Dëpëmnes thotë se pritet hartimi i një ligji që do të jetë në përputhje me kushtetutën, Komisionin e Venecias, si dhe t'i rezistoj kohës. Në deklaratën e Bojan Stojanovskit nuk munguan dhe kritika ndaj opozitares shqiptare. Sramota je što duhi po 20 godini i po 8 ministri za pravda nego rješenje. Është turp që BDI pas 20 vjetësh dhe 8 ministrash të drejtësisë nuk e ka zgjedhur këtë problem dhe nuk ka asgjë tjetër për t'ju ofruar qytetarëve përveç këtij nacionalizmi. Të hartojmë një ligj që do t'i rezistojë provës së kohës në mënyrë që të mos luajmë me emocionet dhe nevojat e qytetarëve. Ja të miratojmë një ligj që mund ta kalojmë në Kuvend me shumicë mbi 2/3 e që më pas të mos rrëzohet nga gjykata kushtetuese, sepse duhet të jemi të ndershëm dhe të sinqert me qytetarët. Nëse po bëjmë ligj dhe po zgjidhim problem, le ta bëjmë në mënyrën që e diktojnë kushtetuta, ligjet e Komisioni Venecias. Правиме закон ако решаваме проблем да го решиме така како што налага Уставот, законите и Венецианската комисија. Deklaroi deputeti VMRO Dëpëmnes Bojan Stojanovski. Vjen përplasjet në Maqedoninë e Veriut për mënyrën e trajtimit të studentëve që udhëtuan nga Tirana për të protestuar në krah të studentëve shqiptar në Shkup. Shkaku bën videoregjistrimit e publikuar në media ku shihen përplasje dhe ndërhyrje të policisë ndaj studentëve nga Tirana. BDI akuzoi institucionet për presion dhe keq trajtim ndaj studentëve shqiptar, duke cilësuar ndërhyrjen policore si të papranueshme dhe në kundërshtim me standardet demokratike. Për këtë BDI kërkoi dorëheqjen e zëvendës ministrit Astrid Tiseni. Për këtë arsye kërkojmë përgjegjësi të drejtë për drejtë nga zëvendës kryeministri i parë Bekim Sali. Po ashtu kërkojmë përgjegjësi edhe nga zëvendës kryeministri Arben Fetai, i cili tashmë është bërë simbol i mungesës politike dhe i heshtjes.
Llogari duhet të jap edhe zëvendës Ministri i Punëve të Brendshme Astrid Tiseni për trajtimin ndaj studentëve nga Shqipëria që kishin ardhur në Shkup për të mbështetur protestan. Në vend që të garantohej lëvizje e lirë dhe pjesëmarrje demokratike, studentët u penguan dhe u vunë nën presion policor. Ndërsa Vlen hedh poshtë akuzat duke pretenduar se BDI po tenton të politizojë çështjen e studentëve për përfitime politike. Studentët kërkuan provimin e jurisprudencës në Shqip, një mundësi që deri më sot nuk ka ekzistuar. Vlen ju qas këtij problemi në rënj, apelojnë nga koalicioni bashkëqeverisës në Maqedoninë e Veriut. Opozitarja shqiptare në Maqedoninë e Veriut është kundër ndryshimeve në ligjin për përfaqësim të drejtë dhe adekuat. Koordinatorja e grupit parlamentar të Frontit Evropian, Rina Hajdari, ka komentuar projektin e shumicës të mbritur në parlament si skandaloz. Mbrini në kuvent materiali për ligjin për përfaqësim të drejtë dhe adekuat dhe ishte skandaloz. Besoj se në atë vit do të jetë edhe zgjidhja, sepse nuk ka nevojë në këtë rast për një zgjidhje, vetëm do të komplikohet puna, do të komplikohet procedura. Ligji për përdorimin e gjuhëve është i qartë, kushtetuta është shumë e qartë. Ndërsa deputeti VMRO DPMNES Bojan Stojanovski deklaroi se ligji për përfaqësimin e drejtë ka hyrë në kuvent do të kalohet për procedurat e dhura parlamentare. Sipas tij, çdo zgjidhje ligjore do të jetë në përputhje të plotë me kushtetutën dhe rekomandimet e Komisionit të Venecias. Kryetari BDI-s Ali Ahmeti takon shefin e delegacionit të Bashkimit Evropian Mihalis Rokas, ku diskuton zhvillimet politike dhe perspektivën europiane të Maqedonisë së Veriut. Në takim u trajtuan në mënyrë të detajuar detyrimet që Republika e Maqedonisë së Veriut ka në raport me Bashkimin Evropian, si dhe përgjegjësia e institucioneve dhe autoriteteve vendore për përmbushjen e të gjitha reformave dhe detyrimeve të nevojshme drejt antarësimit të plotë në BE, thuhet në komunikatën e BDI-s. Sipas njoftimit zyrtar, Ahmeti ritheksoi se integrimi evropian mbetet prioritet strategjik dhe interes madhor shtetëror. Kryeministri i Maqedonisë së Veriut paralajmëron se nuk do të përkrahë thirrjet për tubim dhe mbështetje madhështore të politikave të Aleksandr Vučićit në qendër të Kumanovës. Të shtunë përpara konsulatës së Serbisë në Kumanov do të mblidhen simpatizantë të Vučićit. Nga komuna e Kumanovës thanë se organizatorët nuk kanë dërguar kërkesë për shfrytëzim të hapësirave publike për këtë ngjarje. Në takim është ftuar dhe kryetari i komunës Maksim Dimitrievski, ndërsa ka njoftuar mos pjesëmarrjen. BDI, Dega e Kumanovës, akuzoi Vlenin dhe LSDM-ja akuzoi VMRO-n se po e sillin botën serbe në Maqedoni. Nga Vlen thonë se një tubim i tillë nuk është hera e parë që mbahet, duke shtuar se këto tema i ngjajnë atyre që sollën Ballkanin e hapur. Bashkëkryetari i koalicionit qeverisës Vlen Maqedoninë e Veriut Bilal Kasami përgënjeshtron informacionet se ka kërkuar largimin e ambasadorit të Shqipërisë Denion Mejdani për shkak të përfshirjes së tij në protestat e studentëve shqiptar. Çështja e ambasadorëve është çështje e shteteve, të cilat i emërojnë dhe eventualisht vendosin për t'i tërhekur, atë që mund të garantoj që Vlen, por edhe qeveria e Maqedonisë në asnjë moment nuk kanë pasur ndonjë kërkesë ndaj shtetit shqiptar për të tërhekur ambasadorin. Pas interesimit të gazetarëve, Kasami tha se për këtë çështje vendos vetëm shteti shqiptar. Ne do të kishim dashur që ai më shumë të përfaqësojë qytetarët apo të mbrojtë të drejtat e qytetarëve shqiptar në Maqedoninë të Veriut më shumë se sa disa grupacione politike, e cila fatkeqësisht po shehet, po megjithatë është punë dhe angazhim të cilin duhet ta vlerësoj shteti shqiptar, Ministria e Punëve të Jashtme të Shqipërisë, të cilët e kanë emëruar dhe të cilët bëjnë vlerësimin e punës së tij. Në asnjë moment Vlen dhe qeveria nuk është përzier në kompetencat e një shteti fqin, këtë rast të Shqipërisë. Ishte Bilal Kasami nga koalicioni Vlen. Ministria e Punëve të Jashtme e Shqipërisë zyrtarisht përgënjeshtron informacionet për një shkarkim të mundshëm të ambasadorit shqiptar në Maqedoninë e Veriut Denion Mejdani. Shkaku bën informacionet e shpërndara në mediat e Maqedonisë së Veriut se nga partia e qeverisëse, VMRO DPMNE dhe aleati i saj shqiptar Vlen është kërkuar largimi i tij nga detyra, pasi është treshtuar për krah kërkesave të studentëve shqiptar për të lejuar provimet e jurisprudencës në gjuhën shqipe. Ministria e Jashtme e Shqipërisë ka hedhur poshtë pretendime duke i quajtur tërësisht të pabazuara. Amendësimet apo interpretimet e paraqitura si fakte janë tërësisht të pabazuara dhe nuk meritojnë vëmendje të mëtejshme, thuhet në reagimin e Ministrisë së Punëve të Jashtme të Shqipërisë. Opozita shqiptare kritikon qëndrimin e mbajtur nga Ministria e Jashtme e Shqipërisë për mënyrën e trajtimit të studentëve shqiptar të nisur nga Tirana në mbështetje të studentëve shqiptar të Maqedonisë së Veriut. Kryetari i grupit parlamentar të Partisë Demokratike deklaroi se për më shumë se 8 orë, 40 studentë nga Tirana u përballen me presion, kontrolle të vazhdueshme dhe trajtim të papranueshëm nga autoritetet maqedonase.
Gazmend Bardhe komentoi si skandaloze që studentët shqiptar, shumica 18 deri në 20 vjeç dhe shumë prej tyre vajza të trajtohen si kriminal vetëm sepse po udhëtonin për të mbështetur protestat në mbrojtje të gjuhës shqipe dhe identitetit kombëtar të shqiptarëve në Maqedoninë e Veriut. Për deputetin e Partisë Demokratike skandaloze është edhe heshtja e Tiranës zyrtare për këtë çështje. Ish ministri i mbrojtjes i Shqipërisë Piro Vengu, përmes një postimi në profilin e tij zyrtar në rrjetin social Facebook, shkruan se studentët shqiptar treguan se gjua nuk kërkon leje. Ai theksoi se kësaj here në protest kishte edhe më shumë mbështetje nga studentët nga Tirana, por dhe nga të gjithë shqiptarët. Vengu ndër të tjera shkruan se këto protesta paqësore janë zëri i një të drejtë themelore, larg tensioneve që sipas tij nuk kanë vend në fqinjësinë e mirë. Studentët shqiptar në Maqedoninë e Veriut e treguan sërish se gjua nuk lyp leje, shkruan ish ministri i mbrojtjes i Shqipërisë Piro Vengu. Aktualitet. Dyshime për spionazh në kabinetin e presidentes Maqedonisë së Veriut Gordana Siljanovska Davkova. Nga prokuroria për ndjekjen e krimit të organizuar dhe korrupsionit konfirmojnë se që nga dhjetori vitit kaluar, po zhvillohet një parahetim për ekzistencën e indicjeve për aktivitete të palishme të ndërmarra me interes të lartë shtetëror. Shkak është bërë alarmi ngritur nga sektori për krimin kompjuterik në Ministrinë e Punëve të Brendshme. Në padin penale, thuhet se ka dyshime se një administrator i IT-s në kabinetin e presidentes i lidhur me shërbimet e inteligjencës ka kopjuar, enkriptuar dhe ruajtur të dhëna konfidenciale. Në padi përmenden dhe zyrtarë të tjerë nga kabineti dhe nga Agjencia e Inteligjencës për të cilët ekzistojnë dyshime se mund të kenë marrë pjesë në fshehjen e provave dhe madje dhe zyrtarë të lartë qeveritar që dyshohet se kanë ndërhyrë tek presidentja dhe prokuroria për ta mbyllur rastin. Kroacia miratoi ligjin me të cilin shoferët profesionistë do të mund të marrin viza afatgjata. Vendimi u përshëndet nga ministri i transportit i Maqedonisë së Veriut Aleksandar Nikolovski. Ky është një hap përpara në zgjidhjen e problemit që u krijua me vendosjen e sistemit EES në zonën Schengen. Ky ligj do të ndihmojë shumë shoferë profesionistë maqedonas, shkruan ministri Nikolovski në postimin e tij. Ministri i transportit i Maqedonisë së Veriut shtoi se ky është rezultati i marrëveshjes së arritur me zëvendës kryeministrin në janar të këtij viti. Lufthansa ndërpret fluturime të linjës ajrore Frankfurt-Shkup pas më shumë se 3 vitesh operimi. Fillimisht ishte planifikuar që linja të pezullojë më 1 qershor për 1 muaj dhe të rifillonte më 1 korrik, por kompania tani ka hequr të gjitha fluturimet deri në fund të sezonit veror, si dhe sezonit dimëror që nis më 25 tetor. Kompania po ofron alternativa udhëtimit drejt Shkupit përmes Vienës, përmes filiales së saj Austrian Airlines. Linja Frankfurt-Shkup operoi deri në 10 herë në javë. Grupi Lufthansa po vazhdon konsolidimin e këtij rrjeti duke bërë rregullime të vazhdueshme të linjave. Ky zhvillim vjen pas një periudhe të vështirë për Lufthansa, e cila është përballur me greva, mbylljen e filialet CityLine dhe pezullimin e disa linjave. Ndoqët për mbledhjen javore të lajmeve. Kjo është Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.